Çfarë rastësie po ndodh? Dy dema bashkë kanë ditëlindjen mes njëri tjetrit. Loredana dhe Gjesti janë shumë afër me ditëlindje. Loredana e ka sot me sa e di ditëlindjen fikse, ndërsa Gjesti e ka nesër, do me thënë data 7 dhe 8 maj është data e ditëlindjes së njëri tjetrit. Në Big Brother, kur nuk ishte Jozi dhe Egli, ato po kënaqeshin mes njëri tjetrit, po kalonin momente të bukura. Mbaj mend që Loredana hypte Gjesti në qafë, po festonte çdo moment brenda shtëpisë dhe kishi një lloj energjie, por në shumicën e rasteve, ndoshta edhe për loj brenda, ato ishin kundër njëri tjetrit. Loredana sot ka ditëlindjen, Loredana sot po feston, po kremton pranë shoqërisë së saj të dashur. Nuk ka postuar akoma shumë momente nga ditëlindja e saj në Instagram, nuk ka postuar akoma shumë detaje nga ditëlindja e saj në Instagram, por çuditërisht ajo që unë po shoh në fakt në fotografi që Loredana ka nxjerr, nuk ka ndonjë urim nga ish banorët e Big Brotherit, prisja që të ketë një takim apo një njohje më shumë me Jozin, por siç duket marrëdhënia mes Jozit dhe Loredanës përfundimisht më ka përfunduar, ato të dy nuk vazhdojnë më mes njëri tjetrit, ndoshta pse Loredana vazhdoi dhe duartrokiti rrugtimin dhe lojën të Gjestit, por në anën tjetër kemi edhe marrëdhënien që Loredana po ruan dhe po zhvillon në fakt me televizionin Top Channel, që pritet që nga sezoni shtatorit, normalisht nga vjeshta e ardhshme, Loredana të ngjitet në studio të Top Channelit për të moderuar një emision. Loredana sot ka ditëlindjen. Jam i bindur që familjarët e saj do të organizojnë një festë shumë të bukur, që brenda kësaj feste do të ftojnë edhe miq, dashamirë të cilët kanë mbështetur dhe kanë dashur Loredanën në rrugtimin e saj të jetës. Do të merr dhurata të bukura, do të merr dhurata të çmuara, nuk është bërë publike për një njohje ndoshta nga pas daljes nga shtëpia Big Brotherit me ndonjë çun, do me thënë akoma po përfliten detajet të marrëdhënies së Loredanës me Jozin, por gjithsesi Loredana sot feston ditëlindjen e saj. Duke njohur çfarë vajzë energjike është, duke njohur çfarë vajzë dashur është, duke njohur mirësinë shpirtërore që ajo ka, Loredana Brati i besoj që sot do t'i kënaq shoqërinë, familjarët dhe vendin ku ajo ka përzgjedhur të bëjë ditëlindjen e saj, me mënyrën se si ajo flet dhe me shakat që Loredana përdorën. Unë dua thjesht i uroj Loredanës që të bëhet edhe 100 vjeç, të ruan këtë guxim që ka, të ruan këtë vetbesim që ka dhe të qëndron e vërtet në atë që e na sjell gjithmonë me dashuri edhe me kënaqësi. Ne do të takojmë sërish së bashku, me patjetër që në të nesërmen ose sonte, pa marrë parasysh kurdo që do t'i poston Loredana fotografit nga Instagrami, unë do t'ju sjell me një herë për të parë momentet e bukura që Loredana ka kaluar në ditëlindjen e saj.